gjonat. I ka rëndit gjonat si pas rëndësisë së tyre që kanë. Andaj nëse dënë me qenë i ekuilibruar dhe mesatar dhe me ndjekë rrugën e duhet me i shiqu gjonat që ka shiqu shariati. Ne si popull e kemi një defekt. Të kam zemrën e mirë, është burri mirë, bon mirë, aja është në rregull. Në rregull është. Por ka diçka më të rëndësishme. S'mundet me lënë ato që janë 1, 2, 3 që Zoti ka rëndit dhe me punu disa vepra, edhe ato kanë servo. Por në krahasim pastaj me ato që Zoti ka rëndit në kryet listës, ato janë të vogla ose janë pak. Andaj ka thonë për e të sërë të dashëzër, imani ka thonë është 60 e sa pjesë. 60 e sa pjesë. Më e larta cila është? Cila është pjesa më e lartë e imanit? Shahadeti, tauhidi, kjo është pjesa më e lartë. Shahadeti do më thonë tauhidi, jo veç me dëshmu që ashtu. Po me besu Allahun që duhet, kjo është më e larta, kurse fundi cila është? Me largu një pengesë për rrugë, pra edhe ajo është iman, edhe ajo është sevap, por është e fundit. E disa njerëz mundohen me hi prej, i ka disa vepra të mira, bën ai punë të mirë, kurse ato që Zoti ka në top list, qoftë për nga rëndësia dhe obligueshmëria që kanë, asnjë se kryen, namaz nuk kryen, zeqat se, në haxh nuk shkon, agjerimin se kryen, pezon. Bën mirë, alhamdulillah që bën mirë, por janë veprat që i ka llogarit dhe i ka